Ju nuk jeni vetëm drejtori festivali, se po flasim në mënyrën se si mund t'i ndihmojnë fëmijët apo t'i qasim le të themi këngës ndaj fëmijëve, jeni edhe kompozitori ca prej këngëve që morën pjesë. Tek na, festivali Bilbilat e Korabit është një përradhë e veçantë në krahasim me festivalet tjera, se në festivalet tjera shpallet konkursi, dërgojnë fëmijët, kompozitorët, autorët, dërgojnë këngë edhe mbarojti ajo puna. Tek ne festivali është shumë më ndryshe. Të gjithë ato që s'munden të gjenden me komponime, me tekste, me orkestrime, unë i punoj të gjithë punët. Unë nuk them, unë du t'i punoj, por nuk paraqiten që tërkush të inë në këtë të ndihmojnë edhe festivali të merr një fuqi edhe më të madhe, edhe pak më ndryshe. Nga atë aspekt, i këshilloj të gjithë autorët që janë, pa marrë parasysh Picullin Lami, do me thënë kompozitor, orkestrues, tekstshkrues, produkcion, do me thënë të gjithë të lishojnë dorë edhe të bashkëngjiten në këtë festival Bilbilat e Korabit në Divar.